Ngjitu në shkallët e xhennetit. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. E kush paraqitet tek ai si besimtar, ndërkohë që ka bërë vepra të mira, ai do të jetë në shkallë të larta. Xheneti është shkallë të ndryshme, gradë të ndryshme. Vlla im, motra ime, syno gradët e larta të xhenetit. Me besim, me adhurimin e Allahut lartësuar, me besimin dhe pasimin e profetit alayhis salam, duke bërë vepra të mira arrihen gradat e larta të xhenetit. Ndoshta pun pak, por Zoti i gjithësisë shpërblen shumë. Prandaj le të përpiqemi në këtë dynja të punojmë për të arritur gradat e larta të xhenetit. Allahu na i mundësoft. Amin.